Albin Kurti ka fituar zemrën e shqiptarëve kudo që ato jetojnë. Ai kujtohet nga përkrasit e tij për sakrificat dhe përballjet e shumta që ka kaluar në rrugtimin politik. I pyetur për shkëmbimin e territoreve, Albini u përgjigj: "Mos ma bëni më asnjëherë të pyetje. Unë nuk jap asnjë metër territor të Kosovës, për sa kohë që populli im më ka besuar të drejtoj këtë vend. Unë mund t'i dhuroj pronën time dikujt nëse dua, por nga toka e Kosovës nuk jap asnjë pëllëmb. Kjo është toka e të parëve tanë dhe brenda ka historinë e një kombi." Edhe pse flitet shumë për Albin Kurtin si politikan, interesi më i lartë është për jetën e tij private. Albini është djali i 2 prindërve intelektual. Babai i tij është inxhinier në pension, ndërsa mamaja është inxhiniere e ndërtimit dhe pedagoge në universitet. Kamerat kanë fiksuar gjatë një momenti maman e Albin Kurtit, kur ajo me lot në sy tregoi se çfarë i ka mbetur peng. Sapo Albini u lirua nga burgu dhe përqafoi maman e tij, gazetarët e pyetën: "A je lumtur që djali jot u lirua?" Mamaja e Albinit u përlot dhe tha: "Si të jem e lumtur kur shokët e djalit tim janë ende në burg e nënat e tyre nuk mund të gëzohen siç gëzohem unë. Si mund të ndihem unë e lumtur kur nënat e tjera nuk po mundet të gëzojnë sepse i kanë fëmijët pasekurave." Kjo deklarat e Arife Kurtit është bërë virale në rrjetet sociale dhe tregon edhe një herë dhëmshurinë e nënave shqiptare dhe karakterin e tyre fisnik. Rrugtimi politik i Albin Kurtit dhe dinjiteti i nënës së tij, Arife Kurti, mbeten dëshmi se dashuria për atë dheun dhe ndjenja e përgjegjësisë ndaj të tjerëve janë vlera që e bëjnë një komb të pathyeshëm.